ndryshime të cilat mund të jenë njerëzore, nëse mund të them teknike. Por ajo që unë do doja të inkurajoj, edhe pse nuk dyshoj absolutisht në profesionalizmin dhe në punën e ndershme të prokurorisë së shtetit, veçanërisht zotit Kreziu që ka bërë një punë fenomenale kohën e fundit në Prizren. Por do doja që kjo mos ndalet dhe mos të, si më thon, të zgjidhet një fajtor kujdestar Prizreni, por të vazhdoj me këtë halk deri në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për shkak se këtu shifet qartë që kemi të bëjna me një skem të mirë organizume, sepse nuk kanë mujt në asnjë variant me ndryshu një rezultat. Kush e din procesin e regjistrimit të votave, numërimit të tyre, se cilë ka nga një user, se do të keni miratimin e 4 kandidatëve, 4 partive kryesore politike në vend. Pra nuk ka mujt me sen një veprim i një individi, por një skemi të organizuar, një skemi cila është mirë e koordinuar me zveti dhe nuk do doja që problemin të abort vetëm një regioni caktume dhe të hidhet fajt ashti me Prizrenin dhe të amnestohet pjesa tjetër. Nuk ka rëndësi, a janë 6.000, a janë 600, a janë 100. Unë mund t'i kuptojmë kur kemi të bojna me 10-15 vota që të kanë lëvizë, sepse numërimi, vetë ndryshimi i ligjit për zgjedhje, unë mendoj që ka qenë gabim, sepse s'kanë bërë asnjë ndryshim substancial, vetëm që kanë ndryshu pej 5 në 10 dhe disa ndryshime tjera kozmetike që kanë përshtatur disa grupe të caktume politike dhe kjo ka kompliku situatën në numërim. Kur këtë bëj për shembull me 100.000 vota deri në 1 milion që shkojnë pastaj kur të ku ka shifra, ka gabime. Mund të numërohen, këtu mund të kemi këto probleme, por do doja që kjo të vazhdoj, sepse këta njerëz që sot janë ndalu, nuk po thamas që janë akuzua, që janë ndalu ose se po intervistuar nga prokuroria. Këta kanë qenë zyrtarë të partive politike, por që kanë kontrat me KQZ-n. Janë trajnuar nga KQZ-ja dhe janë në punës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për çet kohën sa janë të procesi i numërimit. Pra, nuk përfaqësojnë petkun partijak, ndonë se delegum nga partit, por kanë kontrat me Komisionin, është jurist, avokatë për para, dhe shumë ma mirë formën e kontraktuale, por kanë kontrat me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe nuk do të duhej që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të jetë në rregull, nuk flasë për përfaqësues politik Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, sepse ata janë përfaqësues politikën, por flasë për Departamentin e Organizimit të Zgjedhjeve të operacioneve si e kanë ata, sepse këtu diçka nuk po duket që është në rregull. Këtu po duket si një formë ndoshta është rënd të them, po të them si një formë që si me doshtë me qëllim me devalvu procesin zgjedhor dhe me deviju rezultatin e zgjedhur në favor të individit, me ose pa vedien, me ose pa dëshirën e tyre. Ne kemi ndëgjuar shumicën e kanë... Tash është përderisa ka hyrë prokuroria e shtetit, na shkat folë mundëm ndoshta veç me kohet gabume, por unë i kem dëgjuar edhe ju keni dëgjuar shumicën e kandidatëve për deputet që janë distancuar për këtë veprimi. Janë distancuar, tash këtu është diçka interesante që unë jam i bindur, sepse unë ndëgjova me shumë kujdes. Po të ketë mbase mos të paragjykojmë sigurisht është herët, por edhe po të ketë dikush gesh, besoni se publikisht do delte të thonte? Jo, tash unë ndëgjova kryeprokurorin e shtetit, kryeprokurorin e Prizrenit kur thashë që kemi një fat i madh se disa nga të dyshuarit kanë pranuar të jenë bashkëpunëtorë. Kjo është një sandi mirë që unë mendoj se do t'i shërbej sistemit e drejtësisë, sepse ju e dini shumë mirë se mos gabofsha një 216 i ligjit, i kodit penal të procedurës, kodit penal të Kosovës e përcaktojnë saktë 3 deri në 5 vjet burg. S'ka mosur ka qenë ma jetë jo zgjuba, jo zgjuba, jo me kusht e pa kusht. Dhe ata njerëz të cilët kanë qenë komisioner, ata njerëz kanë qenë dikun të punësuar në sektorin publik. Automatikisht janë ato dënimet, si thoni, dënimet shtesë. Alternative. Alternative, të cilat janë ndalojnë punësimit e tjera. Pra, prandaj kjo ushtrimin e veprimtarisë. Ka me pas një impakt jashtëzakonshëm në familjet e tyre. Dhe është sa më mirë ata njerëz që ta kallëzojnë të realitetin, të vërtetën, sepse në bazë të ligjit çdo organizim që ka më tepër se 3 veta ka të bëjë një grup të organizuar, apo? Krimi organizuar. Krimi organizuar. Dhe këtu në këtë rast ky nuk u përfshi fare në Jo, nuk është përfshi. Nuk u përfshi, nuk e di tash si shkon, po kemi të bëjnë ndoshta nuk po thamë 190 që janë. Por, kjo është vetëm fillimi dhe do të doja dhe do të besoja që kjo punë një herë për gjithmonë do të marrë fund dhe një vot e qytetarit të respektohet në drejtimin e kujdo cilës do parti politike. Hiç nuk ka rëndësi a mu ka përshtat mu rezultatit zgjedhor as mu ka përshtat. Sovroni ka dhënë këtë rezultat. Dhe kush je ti ose unë ose ai që ta devijoj këtë rezultat zgjedhor.
Zyrjashari, pra, është një zinxhir faktorësh mbase që mund të ketë ndikuar në këtë pjesën e manipulimit të votave dhe kush vlerësoni se një farforme është fajtor, janë vetëm partitë politike, apo është edhe një lloj dështimi nga ana e KQZ-s? Shqo, për mes me hi shumë, sepse është vërtet që na